Në lidhje me fjalën e Allah, ta mbyllim këtë diskutim një herë për gjithmonë me germat që i kemi në disponim nga mushafi nga Kuran. Fraza e njohur ndër shqiptar, la ilahe illallah, kështu siç e shehni, përmendet vetëm 2 herë në tërë Kur'anin famlar. Përmendet te ajeti 35 i surës As-Safat dhe te ajeti 19 i surës Muhammed. Tani keni ndëgjuar prej meje disa herë se ne mund ta lexojmë kështu: la elahu illa elahu. Gjithashtu mund ta lexojmë la ilahe illa Allah. Në të gjitha variantat, gjuha shqipe e zbërthen për shkak se bëhet fjalë për Zotin e vërtet, për atë që ne nuk e njohim, por e besojmë se ekziston, që na ka lënë neve. La me lënë, le gjithashtu ka kuptim shqip në të gjitha variantat. Prandaj kur më thonë që germa e parë te emri ila është elif, është shumë e vërtet, nuk më thonë ndonjë gënjeshtër. Gjithashtu kur më thonë nuk ka germë l në Kur'an, është shumë e vërtet. Prandaj nëse ndalemi vetëm te surja e Safat, me lexu ajetet aty si janë, do ta marrmi vesh se ata të cilët nuk e pranojnë kur thot Tim Shkupi la elahu illa elahu ose la ilahe illa Allah, janë mende më dhenjë se kur ky qyli nga Shkupi, që është gjysma e jetës sime, i cili më ka ofenduar kot sokotin nga xhamia e Sultan Mahmutit, që me plot të drejtë se këtë dervishi i ka thujt se janë kazerma turke ku prodhohen jeniçerë turq, që është turp ditën e sodit me dal nga ato shtëpi fjalët fyese për bashkë qytetarë dhe me prek liritë dhe të drejtat e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Pra, nuk keni nevojë me botë triblinxhe, keni nevojë me dalë me pranu të vërtetën si është në germë, se unë nuk i ndryshoj germat e mushafit. Tani pse ju jeni të programum, pse ju keni qenë të mashtrum, edhe tani mendoni se Tim Shkupi ka dalë, më marr juve fomën, jo as pak, ju jeni hoxhallarët muslimanëve, ju jeni imamat muslimanëve. Unë nuk kam punë me musliman, unë kam punë vetëm me shqiptar. Thirrjet e mia janë në drejtim të shqiptarëve, motra e vëllezër shqiptar. Asnjëherë nuk më thon motra e vëllezër katolik ose motra e vëllezër musliman. Thirrja ime është për ata që llafosin shqip dhe që e kuptojnë shqipën. Unë e tregoj se çka ka në libër, në mushaf. Unë germat i shoh dhe jap lajmin për shkak se kanë kërkuar shqiptarët prej meje me dhon lajmin e vërtet. Kështu që tani ju vetë binduni, doni të zgjoheni nga xhumi, të shputoni në dynjan këtë jetë dhe në tjetrën ka fitore. Në tjetrën nuk ka shpëtim, ka vetëm fitore. Kurse këtu është shpëtimi, shpëtimi më i madh i çdo shqiptari është me ikë prej secilës xhami, se nuk janë në kontrollin e shqiptarisë. Prandaj, para se m'ia prek lirin dikujt, para se me ofendu dikondin, duhesh ta kthesh gishtin te vetvetja. Atë ka prek ai person ty dikon. Ti dhe unë nuk kemi të drejtë askujt me ja prek lirin dhe të drejtën në besim, përderisa njeriu është paqdashës. Edhe kur është njeriu agresor, përsëri do të gjetë mënyrën e komunikimit
me paqdashësi dhe jo nga pozita e të fortit, sikur që ka ardha jeti për kibër, për mendje madhësi, se ke mendu se ki like në TikTok, se Tim Shkupi nuk ka TikTok. Unë nuk më dalë më të bëjë konkurencë ti. Unë më dalë që ti dhe të tjerët që futeni në frekuencat e huaja, futeni në frekuencat hinore, pa hakun dhe vërtetën e germës, të më mbani men deri në momentin kur ta jep një frymën e fundit, që keni qenë gjunahçar dhe jeni në hakun tim. Tjetra, që është shumë e rëndësishme për të gjithë juve me ditë, nëse merr përkthimin e Sherif Ahmetit, te këto dy ajetet, ajeti 35 i surës Safat, dhe ajeti 19 i surës Muhammed, përkthimin e keni ilahin adhurim. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah. Të është gabim. Në fakt, nuk ka ilah përveç se një ilahit. E keni qartë tani ajo. Si mund fjala ilah të përkthehet adhurim, kur fjalën adhurim të përkthyer e gjeni mini herë të ajeti 5 i surës kaptinës parë hapjes librit dhe fraza iyake na'budu, vetëm ty të adhuroj. Pra, ibadeti prej asaj abd që në ka adhurim, ilahi që në ka adhurim. Jo, ilahi është ilah që na jep me kuptu se është një fuqie shumë e madhe, që nuk mund ta perceptojmë dot. Është Zoti i vërtet dhe nuk ka emën ai. Nuk mundemi me lënë ne një emën atij. Zot, do më thonë, nëse e shëndrojmë germën zë në së botë, sot e tashmja është shumë e rëndësishme. Zot, të bëj thirrje ty, kur të japën e shpirtin, të jap me lehtësi, i nështruar si paqdashës, dhe ata që janë në hakun tim, kam prek në hakun tim, Zot, të bëj një thirrje, para se ata me dhonë shpirtin, të ju përfitirohet Tim Shkupi, imami i shqiptarve, me të vërtetat e fjalëve të librave të shenjtë, që ato të mos munden më të më kërkojnë falje. Kjo është thirrja ime dhe e mbylli këtë me kaq, prandaj është mirë ju me kontrollu fjalorin e juve dhe mu kthyte vetvetja dhe ju me fillu me zhbë Bashkitë Islame dhe ju duhet mu kthyte librit që quhet Mushaf nëse mendoni që besoni Mushafin dhe Kur'anin, se Kur'anin nuk e kanë vendosur për me shkru kështu apo ashtu arabët, se s'ka pas arab kur ka zbrit Kur'ani. Kur'ani ka zbrit në gjuhën e lokucionit abrahamik, në gjuhën e të pahve, se fjala denarus nuk është fjalë e lindjes mesme, është fjalë e romakëve. E keni qartë ajo. Pra, Kurani, Mushafi është libër dhe ka informacione, dhe ato informacione i dekodon vetëm njeriu. Njeriu që ka qesin e kodit mi dekodu frazat, gehmat, numrat. Dhe ato njerëz janë shumë pak në botë, jo të shqiptarët. E tani ka namaz, po s'ka namaz o njerëzi. Prandaj reflektoni. Ato mu falë të shpia, falë gjatë natën, po jo në vend publik, se askund Zoti nuk ka thonë ti me botë falë me lëvizje në vend publik. E keni qartë ajo, ju përshëndes dhe ju dushëm.